janë babgjyshat e juj, janë gjyshet e juaja, janë print e juj që e kanë mbajt për më shumë se gjys shekulli medresen Alaudin. Hoxha jon dhe hoxha juj i nderuar në medrese ka hongër buk 4 vjet e unë mastina. E gjithë hoxhalart as se kini pas iden kush na i bjen ato të mira dhe ato begati, po 3 herë në ditë prej sadakas e vitrave dhe të zeqatit prindve t'juj, babgjyshave t'juj, jo ndalë me qindra. Ky e zën që thirë, dikush kujdeset, jeni ju. Dikush ka dëshirë edhe lutet, po kjo dëshirë kur s'do të realizohet, që xhamia e 4 lullave, ashtu sikur ka qenë e mbyllur edhe depo deri në fund viteve të 80-ta, ashtu kanë dëshirë me kthya pet xhamin e 4 lullave. Prandaj, me lejonin e emër të kabinetit të muftiut, në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, të lutem në radhë të parë për prindrit e juaj. Allahu i mëshiroft prindrit e juaj, babgjyshat e juaj, gjyshet e juaja, gjithë babgjyshat dhe gjyshet tona, që për dekada, kur ishte komunizmi ateist në kulmin e tij, kur UDB-ja i përqeshte hoxhallarët dhe medresen, kur luftoi ezani, e Kurani, e namazi, e xhamia nga 4 anët. Dëgjoni vëllazër, se këtu plotini 3, mundeni dhe mos me e ditë, dëgjoni, dikush ka dëshirë edhe lutet, po kjo dëshirë kur s'do të realizohet, që xhamia e 4 lullave, ashtu sikur ka qenë e mbyllur, edhe depo, deri në fund viteve të 80-ta, ashtu kanë dëshirë me kthya pet xhamin e 4 lullave. Qaj xhamia 4 lullave, po e marrë shembull se kjo xhamia ju s'ka qenë në atë botë, që ajo xhami që jo përplot, e shumë xhami, 7-8 xhami kanë funksionu në krejt kryqytetin. Ashtu dikush don me i pa xhamiat të mbyllura, të pluhrosura. Kjo pamje e bukur, nuk e kemi inatin me askënd, nuk jom t'i bot t'i fëzlëk, po kjo pamje është garanca me e madhe e këtij vatani. Është garanca me e madhe e gjakut të rderdhur të ushtrisë lirimtare të Kosovës. O Zoti mos na provoft kur me lufta, po që tu është i myti që prej këtujt nuk ikin, s'du me fy askënd, po prej këtu nuk ikin, se kjo na mëson me bo shpirtin kurban edhe për Allahun, edhe për dinin, edhe për vatanin, edhe për familjen, edhe për nderin, edhe për Kur'anin, edhe për ezanin, e për çka tjetër. Prandaj, janë babgjyshat e juj, janë gjyshet e juaja, janë print e juj, që e kanë mbajt për më shumë se gjys shekulli medresen Alaudin. Hoxha jon dhe hoxha juj i nderuar në medrese ka hongër buk 4 vjet e unë mastina. E gjithë hoxhalart as se kini pas iden kush na i bjen ato të mira dhe ato begati, po 3 herë në ditë prej sadakas e vitrave dhe të zeqatit prindve t'juj, babgjyshave t'juj, jo ndalë me qindra. Ky e zën që thirë, dikush kujdeset, jeni ju. E zanin kohën e iftarit, imami me i pri gjematit, me u falë teravia, me u lexu Kur'ani, me i rujt e vlad ton pe i drogës, Dvetmet adresa, jam shumë i vetëdijshëm çka po tham. Dvetmet adresa të sigurta me lejen e Allahut, që nxjerrin breza, gjenerata, që e ruajnë familjen, që e ruajnë shoqërinë, që e ruajnë vendin, që e ruajnë vatanin, që kanë vlera, janë këto objekte. Me besoni, janë këto objekte. Ju bashkë me mu po e shini çfarë rinie po na përgatitet edhe me çka po edukohen. Prandaj, edhe një herë elus Allahun e madh Dhul Jalal, në këtë ditë madhe, në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të Kur'anit, Allahu na i shpërbleft me xhennete gjithë babgjyshat dhe gjyshet tona, ja Rabbi, që na kanë eduku me ditë me nderu medresen, Bashkinë Islame, imamin, hoxhën, e ju jeni nipat e atyre besimtarve dhe atyre burrave dhe atyre heroinave
dhe ju keni me e vazhdu këtë rrugë, por jo vetëm ju, po ju bashkë me ne kemi eduku fëmijët tonë, nipat tonë, për me vazhdu këtë rrugtim. E lusë Allahu dhul Gjelal që në qiellin tonë të mos mbeten asnjëherë minaret pa ezan, në kiblet tona të mos mbeten asnjëherë xhamia tona pa Kur'an, e në xhamit tona të mos mbeten asnjëherë xhamit tona pa xhamat. Thuani amin. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë, e na shtoft udhëzimin, e na fal mëkatet tona, mëkatet e prindërve tonë.